Fotografia ka ndërtuar pikpamjen e secilit prej nesh për botën që na rrethon. Me anë të fotografisë mund t'i ngrijmë momentet më të mira, qoftë ngjarje apo njerëz, dhe më rëndësishmja është që ato mund t'i mbajmë me vete për gjatë gjithë jetës. Procesi që nga shkrepja e një fotografie deri te finalizimi i saj, sigurisht që ka ndryshuar shumë ndër vite. Këtë na e tregon më së miri fotografi i parë profesionist i qytetit të Vushtrisë, Nesim Ispahiu. Krijimtaria e tij është mbi 80 vjet, një pionier që me pasion dhe përkushtim ndaloi çastet më të rëndësishme të jetës së vushtriase e mëgjerë për t'i kthyer në kujtime të përjetshme. Aparatet që ai përdorte dikur kërkonin durim dhe mjeshtri, sepse ishin tërësisht ndryshe nga teknologjia e sotme digjitale. Por ajo që mbeti e pandryshuar në gjithë këto dekada ishte syri i artistit dhe zemra që e shtypte butësisht butonin e aparatit. Ishte pikrisht kjo dashuri për artin që bëri që çdo fotografi e tij të rrëfej më shumë se një imazh, të rrëfej ndjenja, kohë, njerëz dhe histori. Prej rinis, prej 7 vjetëve, 6 vjetëve kemi filluar se atëherë migja ka pas aparatin, me migjën jam interesu me aparat. E tona aparatin gati ma shumë e kom marrë unë se sa migja. Prej atyt më ka hyu ai vullneti për fotografi. Se atëherë për më fotografuar për shembull pak kush që ka pas aparata. Fotografi ka qenë interesimi i madh i popullit. Gjithkush ka pas dëshirë me pas një kujtim prej rinis, prej familjes, prej kohës që ka jetuar. Jo keni përdor aparata më ndryshe krahasuar me ditët e sotme që janë aparata tjerë, kemi edhe telefona, janë aparata më ndryshe. Si ka qenë puna me këta aparata? Për një aparat kemi pas vështërsi edhe për me ble, se nuk u gjinë të kërkund. Kur në vike raste dikun për shumë, janë Beograd, janë Zagreb, për një aparat për me shku për me ble. Bleshim, po atar aparatat kanë qenë shumë thjeshta, shumë se me filma, rodh filma, të në kanë pas me 12 poza, 8 poza, 16 poza, dikur pak ma vonë dollën 36 poza e lajka aparata, kur e bonëm ato shumë në vike ma kolaj se gjdo, këto duke me ndu gjdo aparat, gjdo film 8 poza, ato duke me la në tërë, me zhvillu e filmin, me tërë filmin, me kopju fotografijat, me kopju fotografijat, me tere, plus të në me dhonë mështeriut. Sa ka zgjat këj procesit? Procesit. Edhe ato në tërë, janë dritë kuqe, janë dritë dvelë pak ashtu. Sa është dosht me u lënë për të arritur deri tek një fotografi finale? Për gjdo pjesë që po ka pas kohën e caktuar, se 1 sekunda, apo 2 sekunda, qofë se lënë ma te për dzijet, qofë se qekë për para, jetë ma bardha. Në aty është duket cakt me da që me qenë fotografia normale. Edhe kur të fotografon, për shembull, se atëherë tash aparatet e kemi digital, vetë regulon kohën, atëherë duhet mas pari, para se me fotografue, me këshur qëfar kohë, është ndjellë, është hije, është bas ati duhet me edhon ekspresionin në aparat, që me i përshtatë në fotografia asaj vendi, apo asaj ati që e fotografon ato. Çdo shkrepje aparati është historinë e vetë, thot Ispahiu, por për shkak mungesës së materialit, para shumë viteve nuk ishte komoditetin e fotografimit të gjithçkaje çfarë shite apo që dëshironte ta paraqiste. Çdo shkrepja të aparatit është një moment apo një histori në vete. Për shembull juve tash, fëmënis me pas një fotografi, sa kishit me vlerësue, tash pse si unë fotografu atër deri, pa njeri si mbas mundësive, si mbas kohës,
ka bo edhe fotografi, se shumica që kanë pas mundësi, kanë bo fotografi, ose kur kanë pas nevoj, për shembull, ndoj darsë, ndoj lindje, vdekje, ato gjithmonë e kemi fotografu dhe kemi qenë prezent në ato. Përveç këtyre eventeve që keni qenë prezent, keni bërë fotografi, keni shkrepur edhe në natyrë ose objekteve të ndryshme të trashëgimisë, si që ka dhe vushtëria? Gjdo kun që kemi shku, për them se gjithë kun kemi pas thirrje, për shumë rrugës, apo në ullëtim të shku, të këtyje, që na ka diçka mirë në sy, kemi fotografu. Po atëherë edhe fotografimi ka qenë një shtrejtë, sa din me po një poza, apo dy poza në udhim, kësë nuk i gjynëshin material, nuk mu ishim me gjithë sa duhet. Ato që na biken sy, ato që kemi, që thënë që kemi pasë interesant, kemi fotografu dhe që ato na kanë betë, që thënë që një pasuri e madhe. Po shumicën për tyne edhe e kemi humbë dhe ato për shumë që kemi punu, na i kemi shpërnda. E tash, ata krejt ato fotografa kanë, po une ato se kam, dikun e kemi pas negativat për shumë fotografijet, po edhe ata lufta na humbë një gati shumicën për tyne. E kështu tash, përsëri na po mbledhëm të ato edhe po dhe të dukojnë fotografijat e bo me dikur. Ispahiu një pjesë të madhe të fotografive edhe të aparateve që i ka përdorur, vazhdon të ruaj edhe sot në sirtarin e tij. Këtu në dyqan, ku ju ende edhe punoni, ruani edhe albume të fotografive të ndryshme. Diçka po e diçka jo. Janë fotografi bardhëzi që janë realizu ma herët, me ngjyra kohëve më të fundit. Shumica bardhëzi, se atëherë në derin vonë, për shumë, derin 72-75, të në fillu me fotografu në kolor. Po atër edhe me kësi aparatat tjera. Ma vonë, kur du në digital, atër shumë ma letë, shumë i kena ma letë për me punu dhe me... Për të qenë një fotograf i mirë, çka duhet me pas parasysh? Fotograf i mirë për para ka qenë, mas pari ka qenë me pas sytë e shëndosh. Se atëherë fotografi që kemi bo, për shumë, në atërja diqka, puna kryesore ka qenë e fotografisit me bo retush. E retush është një gjë që me ju të regu e që me majet gjylponës duhet me mbush për shumë gjdo rrulla diqka me kësua negativ ato. E tona për me kopjua që se shumica gjithë kush ka qëtë diqka me konë, se kesh për shumë këptoni se gjdo njëri që të këshirë këtu, ka një munges në tyrë, ka një munges. Dikush e ka për shumë dhe shërë kështu bukur, po e ka jafty hundën, jaf pasqen, janë e ato shumicën fotografiste ja dhe nërë, ato që e ka regullu edhe ka... Atyna që i ka bo, ata e kanë thë, valla, kjo është mjeshtëri i mirë. E mos, qose nuk e bon atë puna dhe me ashtu, ato bukuri që duhet, thoi të jështë, nuk je mjeshtëri i mirë. A në vërtet, a e ka flësu ato që e dasht, a në vërtet, ato që je nuk je. Se shumicën fotografive djetër që e ke, jonë shtu me shumica me retusha dhe ftyre. E tash, digital e kemi shumë ma pëllaj se retusha edhe që a jashtëm edhe që edhe nuk prishe që shme thonë, më nësht me fshimu, atër një fotografi në u duke me këshyrt ashtë precis që mos me përsëri dy të nërë me hargju filmin. Por nëse Ispahiu nuk ndalet vetëm të fotografia, ai është edhe poet, një njeri që fjalëve u jep shpirt, ashtu si që bën me imazhet. Poezit janë reflektime të thella, ndjeshmëri e brendshme dhe një mënyrë tjetër për të mbajtur gjallë kujtimet, këtë herë jo në letër fotografike, por në letër poezie. Jetën dhe mënyrën e jetesës që kemi jetue. Se gjdo varg ka pas e ka në vete një përshke apo një ndolli, apo një qas që të ka bo frumëzim për me shkruja ato vargja apo ato fjallë. Fotografisti, sytë mu hargjuan të e të ndreq tyje,
Juve, sytë mu hargjuan duke ju retushua, rrudhat e ballit duke ju mbuluar me dorën tim të lehtë. Unë ju gëzoj me bukurin që ju japi me lapsin tim magjik, me dritat e reflektorave të mi ju baj artistik, po ju pse mashtroheni? Jo, e di, ju ka onda bukurit të keni. Merreni pasqyrin, shiqojeni fotografin. Rrudhat e ballit aty nuk janë. Vjet në tyr shumë pak duken, vjet në tyr të gjitha zbuten, dhe shumë gjëra të pa të shërura me dorën të zhduken. Unë jam fotografist, unë jam artist. 80 vite krijimtari të Nesem Ispahiut janë shumë më tepër se një numër, janë dëshmi e një jete të tërë në shërbim të artit, qytetit dhe kujtesës. Nëpërmjet aparatit të tij, ai ndaloi kohën dhe i dha shpirt momenteve më të rëndësishme ndër vite.